Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur dhe për të vazhduar në fakt maratonën tonë të gjatë të komentimeve. Tani në këtë përmbledhje, në këtë minutash, dua të ndaloj tek një dyshe që në fakt çdo ditë po na shfaqin dashuri, çdo ditë po na japin ngrohtësi dhe çdo ditë po na japin një emocion që realisht është emocioni më i bukur që mund të përjetohet nga një dashuri. Do të flas për Selinën edhe për Gimbon. Selinën e kam mbështetur gjithmonë, sepse është vajzë pa filter, domethënë është vajzë pa asnjë lloj turpi. E respekton veten e saj, e respekton njeriun e saj ashtu siç në fakt Selin është, me të gjithë dimensionin e saj, me të gjithë natyrën e saj. I lumtur që realisht shoh një dashur të Selinës dhe të Gimbos. Unë, nëse do të kthehemi në retrospektiv, kam qenë gjithmonë ai që kam besuar në marrëdhënien e tyre dhe kam besuar në ndjesinë e tyre që ato e ndërtuan, ato e zhvilluan dhe ato e sjellin jashtëzakonisht bukur tek publiku shqiptar. Domethënë janë një dyshe që gjithmonë din të dhurojnë emocion të vërtet edhe din të dhurojnë dashuri të vërtet. Selina dhe Gimbo së fundmi kanë përzgjedhur që një fundjavë, një vikend, ta kalojnë edhe pranë të dashurve të tyre në Kosovë. Ka patur shumë pyetje, Tiranë ku mendon se është Selina, ku mendon se është Gimbo, si po kalojnë ato përditshmërinë e tyre, çfarë po ndodh me çiftin. Unë kam arritur të kuptoj që Selina dhe Gimbo kanë preferuar që këtë fundjavë të shkojnë në Kosovë, jo vetëm për shëtitje, por edhe për disa produkte, le ta themi kështu, të bukura që do të cilin për publikun. Pa marrë parasysh sikur tek publiku duke që Selina nuk punon dhe Gimbo, ato punojnë dhe punojnë me një intensitet vërtet të lartë. Më thënë, dyshja kanë përzgjedhur që të jenë në Kosovë, të kalojnë ca çaste të bukura dhe të argëtohen. Pash në rrjetet sociale që Selina sinqerisht ndjeshte shumë e lumtur gjatë udhëtimit për në Prishtinë, atje ku edhe jetojnë familja e Gimbos, mezi priste që të mbërin, mezi priste që ta shijon Kosovën dhe e shoh që aty ku ka dashuri ka dhe respekt. Unë gjithmonë në fakt i kam besuar kësaj gjëje se ku është dashuria ekziston dhe respekti, por kur e shikon më me fakte, është edhe më e bukur dhe më e veçantë. Domethënë, unë shoh një dashuri të sinqertë dhe shumë të vërtet me Selinës edhe Gimbos.